Një peshkatar ka mbjetuar pas 95 ditëve i humbur në det në Oqeanin Paqësor, duke ngrënë breshka, zogj dhe buburreca. Maksimo Napa Castro, 61 vjeç, u nis për një udhëtim peshkimi 2 javor nga qyteti bregdetar Marcona në bregdetin jugor të Perus me 7 dhjetor. 10 ditë më vonë, një stuhi e shpërqendroi varkën e tij nga kursi, duke e lënë atë me paksim të furnizimeve. Familja e tij filloi një kërkim për pas sukses dhe vetëm të mërkurën një anije patrulluese e gjeti atë shumë kilometra nga bregu, të dehidruar dhe në gjendje kritike. Maksimo mbijetoi duke pirë ujin e shiut dhe duke ngrënë gjithçka që mund të gjente. Pas shpëtimit ai përshkroi se si kishte ngrënë buburrecat dhe zogjt përpara se të ushqehej me breshkat e detit dhe 15 ditët e fundit i kaloi pa ushqim. Pas shpëtimit, Castro u dërgua për vlerësim mjekësor dhe më pas ai u prit nga vajza e tij. Ndërkohë në lagjin e tij, fqinjet dhe të afërmit dekoruan rrugët për të festuar kthimin e tij.